Pse them vrasin fuqit, se nxe me Zotin, ndale duri, ndale aplen, ndale letën. I ndale dhe pastaj i zgjon prapë si i dhimbset. I them, po si mund dhimbset kriminali, po na vret. Të vret ty të parin, pastaj neve. Sepse ai nuk arsyetoj. Me thënë, duri nuk arsyeton. Asa plast, leta. Unë nuk e di pse i dhimbset, por ai nuk arsyeton. Unë nuk të ta kuptoj asnjëherë dha. Atëherë, kam bërë poezi në vitin e parë. Por i bëja thjesht nga lodhja, por nuk i nxirja, thjesht ishin video. Nuk i nxirja asnjëherë në Facebook as në YouTube. Ishin poezi të lodhjes. Atëherë unë parashikova, jo se parashikova, po kuptova se quhet parashikim, nuk quhet parashikim. Quhet që unë kuptoj çfarë do ndodhi me trurin e durit të Aples Letës. Çfarë do ndodhi me Aplen, unë një fjalë Aplen në atë kohë. Kuptova trurin e Aples. Kuptova ku arrin truri i Aples. Që do ta zhveshi Zotin, do ta bëj lakuriq qimin e njerëzit, sepse Allahu është në tokë të ndihmon njeriu. Domethënë ka krijuar njeriu dhe ndihmon njerëz të varfër, ndihmon në probleme. Allahu, domethënë një viktim jep një shpresë. Ky është Allahu. Po me durin letën, Aplen do jetë i zhveshuri, do jetë hajduti, do jetë kriminali, do jetë gangsteri, do jetë i paarsyeshmi. Unë nuk e kuptoj çka ka për duri Zotit që i dhimbset. Zotit ende duri. Ndërkohë që ai vret dhe Zotin. O s'pyet fare, nuk arsyeton. Po Apli ka thënë duhet të jem fuqi. Çfarë do të thotë fuqi? Që vret fuqin.